Manifestimi i 47 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës ishte karakterizuar me proteste aktivistëve të organizatës studentore Studim Kritik Veprim, të cilët kishin penguar mbarvajtjen e tij. 8 vjet më vonë, 12 të pandehur në cilësinë e grupit studentor të asaj organizate do të duhej të dilnin para gjykatës. Megjithatë, seanca u shty, sepse shumica e tyre nuk ishin prezent në sallë. Të pranishëm në sallë ishin vetëm 4 të akuzuar: Trim Gashi, Premton Zogjani, Dardan Bujupi dhe Getoar Krasniqi. Në datë 15 shkurt 2017, rreth orës 11:10 në Prishtinë, në rrugën Gjergj Bush, saktësisht në hapësirat e rektoratit të Universitetit të Prishtinës, gjatë manifestimit të 47 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës, pasi kishte filluar fjalimi nga të pranishmit, të pandehurit grupi studentor i organizatës Studim Kritik Veprim, fillimisht e kam penguar mbarvajtjen e manifestimit, të cilët pastaj sigurimi i rektoratit i kishte larguar nga salla, mirë po të pandehurit nga oborri i rektoratit kanë tentuar të futen me forcë në sallë me qëllim që të pengojnë manifestimin. Atëherë, policia ka ndërhyrë dhe është detyruar të ndalojë protestuesit, mirë po të njëjtit nuk i kanë përfillur urdhrat e policisë, e pastaj i kanë sulmuar fizikisht zyrtarët policor. Me çrast të dëmtuarit Samir Muzhaku, Murat Canolli, Armend Krasniqi, Fatlume Beluli dhe Diamant Aziri, të gjithë zyrtar policor, kanë pësuar dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin. Përshkruhet vepra e tyre penale në akt akuzë. Lendrit Shatri, Trim Gashi, Bardh Ahmeti, Premton Zogjani, Drin Ahmeti, Dardan Bujupi, Egzon Azemi, Miran Rudhani, Niazi Behluli, Flamur Pireva, Amir Kuqi dhe Getoar Krasniqi akuzohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare.